do e shtysh këtë fazë dhe do shkosh në fazën, do shkosh në një fazë me Armentin prapë me Aidën? Aty jemi. Aty jemi. Aty jemi në proces, gjëja më fantastike që është ndodhur kohëve të fundit, sepse këtu është aty ku e jap unë shpirtin tim, këtu e shoh unë shpirtin tim, këtu e shoh unë artin tim, edhe jam e lumtur që jemi në një fazë fortuna dyshit, nëse mund ta quaj. Nuk dua kur t'i referohem një suksesit të kaluam, dua të bëj një verzion më të mirë të vetes, po synojmë që të bëjmë një verzion më të mirë të albumit, po synojmë që t'japim një copës shpirti secili nga ne në projektin e ri, sepse komplet ekipi flas për këta që i kam nga fillimet, Armendi, Aida, Darko Dimitrov, jemi entuziast deri në maksimum për këtë gjën, sepse e kemi ndje feedback